Dhe ndërlajme nga bota që do të çudisin një total prej 0 njerëzish. Jeffrey Epstein është gjallë dhe nuk ka vdek kurrë, siç mendonim. Mund të ketë dalë kohë të fundit nëpër Instagram në përgjona kjo foto që e kishte kap një person, kapën një çik që ka Jeffrey Epstein është akoma gjallë. Kupton? Ky nuk është Jeffrey, ky është një influencer, një person goxha i pasur që rastësisht jeton me lagje me Jeffreyn, ose të paktën me atë ku jetote, e kupton? Quhet Palm Beach Pete. Puna është se shumica e internetit e kaloi si meme, por ka ca njerëz që u vun mrapa, domethënë sepse kishin dyshime, fillon të regjistrojë gjatë gjithë kohës, u bë shumë më i famshëm se çishte, e kupton? Dyshimi i parë na vjen nga fakti që ngjaj negër. Domethënë, thoni që nuk ngjajnë, e kupton? Nëse nuk ju duket sikur ngjajnë, mos harroni që supozohet të ketë vdekur në vitin 2019. Kanë kaluar 7 vite, domethënë nga fotoja e fundit zyrtare që mund gjej me Jeffrey. Kështu që është plak 7 vite, e kuptoj, gjëja e parë. E dyta, shis sa ngjajnë më zemra. Domethënë, nëse shihni edhe backgroundin, nëse shihni edhe bluzën që ka vesh, është sikur po ta bë Kastile, e kuptoj, jam gjallë, o loqe, jam gjallë. Për të futur tash një dy detaje më të thelluara, se siç u thash, njerëzit vetëm i shkojnë mrapa këtij tipi, tash që kur ka dalë jo memja, ka një muaj, e kupton? Ka dalë aty ka thonë një video, domethënë që ngelen të ndjek njerëzit nga mrapa, dhe vetëm bëjnë video, e kupton? Edhe pastaj bënë një tjetër duke thënë që unë kam takuar Jeffreyn. Unë e njihja personalisht, kam qenë një nga partit ku ishte edhe ai, por nuk jam unë Jeffrey, e kupton? Nga ajo video mund të shifen dhëmbët në detaje, e kupton? Njerëzit i kanë bërë foto dhëmbëve, e kupton? Kapin një çik krahasu me dhëmbët e Jeffrey të zemra. Edhe me pas vlla binjak, domethënë nuk është ai detaj, s'është. Kapin një çik atë dhëmbën e qenit. Dhëmbi i qenit duket mos gaboj, e kupton? Sa shanse ka o zemra? Kuptoni çfarë do të them, bro? Plus tash mund të kalojmë te fakti i tretë, i katërt, ku diun sa u bë. Kapin një çik se sa ngecin të dy duke thënë shkronjën F. Ngjojeni çik o zemra. As perpetrating one of the largest frauds And some knucklehead films me. perpetrating one of the largest frauds Some knucklehead films me. Qofse kanë nërmend me më thonë, orë dakord, këto të dy ngec kanë të shkronja F, nga që flasin të dy me theks shifut, edhe për ne ngecin të shkronja F. Po puna është më zemër se pas ka zonin më të hollë se Jeffrey, nuk i ngjan shumë zoni. E para kanë kaluar 7 vite, siç u thash, nga vdekja e tij, që mund gjejmë videon e fundit të tij të krahasojmë zonin. Kanë kaluar 7 vite. Dhe e dyta, sipas vetë dokumentave, testosteroni i Jeffreyt ishte baraz me një plak në menopauzë, nga jeta që bonte, nga jeta plerë që bonte, nuk ishte testosteron në trup fare. Kështu që mund të shkaktoj probleme serioze me prostatën ose me hallatet. E kupton? Kështu që nuk është çudi fare me ju hollu zoni. Nuk është çudi fare. Sa më ju dhon dhe një dy krahasime të fundit, kot për qef, e kuptoj, vendoseni vetë a është gjallë apo jo. Shifeni pak këtë foton që ju tregova në fillim të videos, nga ku nisi gjithçka, domethënë që e kapi dikush e thashë se i ngjan Jeffrey, edhe pastaj vetëm i shkuan mrapa njerëzit, tu i bë video. Siç e shihni po jep një makinë që është e zezë, është Bentley, duket nga modeli, edhe është kabriolet, edhe është me sedilje kafe. E njëjta makinë që kishte edhe Jeffrey Epstein, një Bentley i zi që bëhet kabriolet dhe i ka sediljet në ngjyrë kafe. Totalisht është rastësi edhe kjo, domethënë gjithçka që po ju them është thjesht rastësi, mos u çudisni fare, e kupton? Dhe për të thënë gjën e fundit fare, që është edhe më e bukur. Emri vet, Palm Beach Pete, emrin e ka Pete, që shkruhet pete. Tashi, mendoni pak për emrin Epstein. Bëje pak dy shkronjat e para, e p, bëj p e, bëje Pestein. E kupton? Dhe hiqi sin, që do të thonë mëkat. Të ngelet Pete. Pete plus sin baraz Epstein. Tash më sa duket mund ta shohim kështu si metaforë që ka ndryshuar personalitet, e kupton? Kam hequr sinin, tash jam thjesht Piti. Pyetja e fundit që na lind kështu rastesh është, a jeni më vërtet çudit ose më? Është ne njëri i surprizum nga ju? Mendoni më vërtet se ai lloj personi me atë lloj backgroundi, me atë lloj pushteti vrau veten në qeli? Apo mendoni se është më e mundur të ketë ndruar me një trup tjetër, siç e nxorën vet dokumentat që dolën, edhe prandaj nuk e kishte humbur njësoj fare? Kaq kishim për këtë lajm, se u zgjatëm shumë, sa më ju dhon dhe i lajm të fundit të rëndësishëm nga bota. Dikush ka bë hak me siguri Irani, e kuptoj se sigurisht. Dikush ka bë hak emailet e FBI-s. Edhe kanë nxjerr këtë videon të duket tund belin dhe byçën Kash Patel, kryedirektori i FBI-s. Shijojeni o zemra. Kaq kishim për lajmet nga bota. Hajt shihni.